Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Moza bën deklaratën epike për Edin. Bëhet virale, reagon Arbana. Një moment spontan dhe plot humor në fermë është rikthyer menjëherë në viralitet në rrjetet sociale, pasi protagonistja e diskutimit ishte vetë Moza Ahmeti. Gjatë një bisede të qetë me fermerët në Obor, poetja dhe konkurrentja e spektaklit ka folur hapur për moderatoren Arbana Osmani dhe bashkëshortin e saj regjizorin Eduard Grishaj, duke bërë deklarata që shkaktuan të qeshura dhe reagime të shumta online. Fillimisht, Moza u ndal te Arbana, për të cilën pranoi se kishte pasur paragjykime më herët. Megjithatë, sipas saj, qëndrimi ndaj moderatores ka ndryshuar gjatë këtij rrugtimi në reality show. Kam pasur paragjykime, por ka filluar të më pëlqejë shumë. Është shumë e mirë, u shpreh ajo sinqerisht. Por ai që mori vëmendjen më të madhe ishte komenti për Eduard Grishajn. Me stilin e saj të drejtpërdrejtë dhe pa filtra, Mimoza nuk kurseu superlativat për regjizorin e formatit. Ai burri vetë është ëndër, shumë profesionist, shumë i mirë, tha ajo mes të qeshurave dhe reagimeve me zhakun. Momenti nuk kaloi pa u vënë re nga vetë Eduardi, i cili ripostoi video në Instagram me humor, duke etiketuar Arbanën dhe duke shkruar: "E kapa Prajmin dhe unë." Ndërkohë, Arbana reagoi po ashtu me sportivitet, duke shpërndar videon dhe duke komentuar me të qeshura: "Ahaha, ëndër, vdiqa."